Le të themi atëherë edhe dy fjalë për blefarospazmin. Blefarospazma është kurje e pavullnetshme e muskujve rreth e përqark syrit në mënyrë spontane dhe të herpasershme. Shumica e rasteve që na paraqiten neve në klinikë, të cilat le të themi ndodhin për një ditë ose për disa orë, ndonjëherë edhe pak më shumë se sa një ditë, patjetër që individët janë të shqetësuar për të se çfarë po ndodh. Dikush mendon se është tension syri, dikush mendon se do të ikë shikimi, dikush mendon diçka tjetër, kuptohet që paniku është i madh. Dhe në mënyrë tipike dhe interesante, blefarospazma ndodh tek ata individë që kanë një nivel stresi më të lartë. Blefarospazma ndodh kryesisht tek ata persona që quajnë nga gjumësia ose nuk kanë mundësi që ta marrin gjumin e plot për shkak të punëve, për shkak të ngarkesës. Janë persona që përsëri kanë ngarkesë të tepërt emocionale, kanë ngarkesë fizike, kanë ngarkesë të punës, janë më të ndjeshëm nga ana psikologjike. Kryesisht janë këta lloj personash. Pastaj kemi edhe një lloj blefarospazmi tjetër, e cila është blefarospazm kronike. Nuk ka lidhje me këto lloj rastesh, por ka lidhje me një ngacmim të vazhdueshëm të nervit facial, i cili nervon edhe muskujt rreth e përqark syrit, merr impulse të vazhdueshme dhe ja dërgon këto impulse vazhdimisht muskujve rreth e përqark syrit, duke i kontraktuar ato në mënyrë të vazhdueshme. Këta lloj individësh janë të shqetësuar më shumë për pjesën estetike dhe për pjesën e prezencës së tyre në shoqëri, sepse jo rrallë na kanë ardhur individë të cilët ankohen se thonë që shiko se më tha ajo vajza që pse ma bëre me sy, ose më tha i djali që ma bëre me sy të pashë dhe ti diçka ke ndaj meje, gjëra të tilla. Blefarospazma që është e tipit të parë dhe është e shkurtër, nuk ka nevojë për asnjë lloj trajtimi në anën e syrit, ajo thjesht neve i sqarojmë pacientët lidhur me problematikat e gjumit, të stresit, dhe ajo në përgjithësi kalon vetvetiu. Nësa blefarospazma e tipit të dytë, e cila është kronike dhe që patjetër nuk zhduket kollaj, ajo gjë që aplikohet dhe rekomandohet sot për sot janë injeksionet e vazhdueshme të botoksit, të toksinës botulinum,